Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e tij të panumërta dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, takohemi sërish në ligjëratat tona të cilat i mbajmë këtu. Tema e sodit ka të bëjë në lidhje me kontrollimin e epshit, se si ta kontrollojmë epshin. Do shta është temë e përshtatshme, sidomos për në kohën tonë, dhe shpresojmë të jetë e tillë, dhe për stinën e cila na afrohet, sepse për kujtimi ju bën dobi besimtarve. Pejgamberi alayhis salam, prej shenjave të kiametit që ka thonë se do të ndodhin para se të ndodhë kiameti, është se do të përhapet zinaja shumë, pra. Ka thonë se do të përhapet zinaja shumë. Dhe do të përhapet në një shkallë që nuk ka qenë më herët. Kjo tregon pra se kjo temë është e përshtatshme inshallahu taala për kohën tonë dhe për gjithë ata që do ta dëgjojnë ligjëratën, kudo qofshin ata, sepse fitneja e kohës tonë për fat të keq nuk ka kursyer asnjë vend. Ashtu pra ka ndikuar teknologjia që fitneja e cila e nxit epshin të përhapet në çdo vend. Për këtë shkak edhe ne si besimtar duhet që ta përkujtojmë njëri tjetrin në lidhje me këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë një rëndësi të veçantë kësaj teme, domethënë, dhe u ka tërhekur vërejtjen muslimanëve. Ka thonë, prej sprovave që më së shumti i kam frikë për umetin tim është sprova e grave. Sprova e grave. Një ndër sprovat më të mëdha. Po edhe në Kur'anin famlar të Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar një sure komplet për Jusufin alayhis salam. Dhe tregimi i Jusufit alayhis salam ka mësime të shumta, nuk ka, mirë po, ajo me të cilën veçohet është kjo, mu kjo, më thonë kontrollimi i epshit, ndershmëria. Dhe tregimi është prej fillimcures deri në fund, që me na dhon mësim dhe shembull neve se si duhet të jenë besimtarët në këtë drejtim. Thonë dietarët thonë shejtani për ta deviju njerin, për ta largu nga rruga e vërtetë, i ka dy metoda. Dy armë kryesore me të cilët e devijon njeriu. Arma e parë është arma e dyshimit. I nxit dyshim në kokë. Dhe nga kjo dalin devijimet në besim dhe bidatet në fe. Do të thonë prej dyshimit që i fut shejtani. Dhe arma e dytë është arma e epshit. Arma e epshit. Dhe nga kjo burojnë mëkatet. Kuptohet kur përmendet epshi, kryesori është epshi i instiktit dhe dëshirës për të kontaktuar me gjinin e kundërt. Kjo është që kuptohet. Mirë, po nuk është krejt epshi kjo. Dikush e ka një lloj epshi tjetër, për shembull te dunjaja. E kem qartë, përveç epshit që e ka në këtë aspekt me gjinin e kundërt, e ka edhe epshin e dunjas, shumë është i dhonët mas dunjas, sa që nuk shikon halal haram. Edhe shejtani i shfrytëzon këtë gjëra, do me thonë. Epshin e shfrytëzon si armë kundër njeriut. Epshin e organit gjenital, epshin e barkut, epshin e luksuzit, të gjitha epshet tjera i shfrytëzon si armë. Këto janë dy armët kryesore. Dhe nëse njeriu e mund shejtanin të dy armë, Allahu e bën imam. E bën imam në fe.
Allahu subhanahu wa taala thot dhe ne kemi bërë prej tyre imam, udhëheqës, që udhëheqin fe, që janë dalluar në fe. Lemma sabaru, kur bonën sabër, wa kanu bi ayatina yuqinun, dhe ishin të bindur në argumentet tona. Kur bonën sabër ndaj epsheve, ndaj cytjeve, ndaj provokimeve, dhe dyta ishin të bindur ndaj dyshimeve, ndaj ideologjive të ndryshme anti-islame. Me këto dy gjëra njeriu shpëton. Pse? Sepse të dy armët kryesore të armikut i ka në distancë, edhe epshin edhe dyshimet. Sa i përket epshit, nuk është negativ. Epshi në esencë, si e ka vëndu Allahu subhanahu wa taala, është shumë pozitiv. Se me mos pas epsh për ushqim, vdes njeriu. Me mos pas epsh për të kontaktuar me gruan, nuk ka pasardhës, zhduket, gjinia njerëzore. Me mos pas epsh për të arritur në dynjë, jetë në gjendje të keqe. Epshi në esencë nuk është negativ. Mirë po, epshi duhet kontrolluar. Duhet venduar në binarët që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Në këtë rast mbrohesh nga dëmi i tij. Në qoftë se ky epsh nuk kontrollohet, atëherë lindin pasojat negative në individ, po edhe në tërë shoqërinë në përgjithësi. Për këtë shkak, Islami nuk e mohon epshin, e pranon, mirë po e kanalizon në drejtim të duhur dhe e kufizon në aq sa të jetë e dobishme për njeriu. Nuk e ndalon Islami burrin që të kontaktojë me një grua, mirë po me kushte të caktuara. Ta bëjë nikahin, dihet se ky është burri i kësaj. Madje ja lejon edhe deri në 4 rast nevoje, në rast nuk ja ndalon, domethënë Islami epshin njeriu, mirë po ja kanalizon. E tash ky koncept apo kontrollimi i epshit, si mund të arrijmë deri te kjo, që mos të devijojmë këtë aspekt, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush ma garanton atë që e ka në mes të dy nofullave, domethënë gjuhën, dhe atë që e ka në mes të dy kofshëve, domethënë organin gjenital, kush ma garanton? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ja garantoj xhenetin. Ja garantoj xhenetin. Domethënë ne po flasim për gjysmën e xhenetit, apo për rrugën deri në gjysmë për xhenetin. Është me rëndësi, apo? Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka thonë se prej gjërave që më shumë të i futin njerëzit në xhehenem janë gjuha dhe organi gjenital. Domethënë epshi shumë njerëz po i shtikan në xhehenem. Allahu subhanahu wa taala në surën Maryam, kur i përmend pejgamberët, pastaj thot fa khalafa min ba'dihim khalfun, pas tyre erdhën do pasardhës të këqij, domethënë, e dau salat, e lan namazin, wa tabu shahawat, dhe i pasuan epshet. Domethënë devijimi është i ndërlidhur me pasimin e epsheve. Për këtë shkak kontrollimi i epshit është me rëndësi. Në vim do t'i përmendim disa pika kryesore apo esenciale të cilat na ndihmojnë këtë drejtim. Dhe vallai të gjithë kanë nevojë për këtë gjë. Të gjithë kanë nevojë, nuk përjashtohet nga kjo askush, nuk përjashtohet nga kjo askush. Pika e parë është fuqia e imanit. Domethënë ta forcojmë imanin tonë me punë të mira. Të jemi non stop në ngritje në aspektin e imanit. Pse? Sepse kur zemra është non stop e ndjen mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, non stop e ka imanin të gjallë në të, do të mbrohet prej të këqijave. Edhe Allahu do ta mbrojë. Jusufin alayhis salam, Allahu e mbrojti, madje i ndihmoi në atë pozitë të rrezikshme që ishte. Pse? Për shkak të veprave të mira që i kishte më herët, se ishte prej robërve tanë, thot Allah, ishte prej robërve tanë të sinqert, apo të zgjedhur. Dhe thot Allah, li nasrif anhu su, që ne t'ja largojmë ati të keqen. Allah po thot, ne ja kina largu të keqen ati. Pse? Sepse më herët ka pas pozitë tek Allah subhanahu wa taala.
Dhe thonë dietarët, nuk i bën mëkat dikush Allahut, vetëm se për shkak se ju ka ul pozita tek Allahu subhanahu wa taala. Sikur të kishte pozitë tek Allahu, Allahu nuk do ta linte që ai të bëj mëkat Allahut subhanahu wa taala. Andaj e para që ne duhet ta bëjmë është që të jemi të përpik në fe. Faljen e namazeve. Pse tenha anil fahshai wal munkar, namazit ndalon thot Allahu prej të këqijave. Prej të këqijave dhe të shëmtuarave. Më thonë, veprat e mira, forcimi i imanit është hapi i parë që ti e bën për të mbrojtur dhe për ta kontrolluar epshin tënd. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam thot: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zinaçari kur bën zina në moment nuk është besimtar. Më thonë, imani i tij është në ngjyrën e kuqe. Është shumë afër që del prej imanit. Më thonë, i hup ajo drita e imanit, fuqia, kuatul iman i hup. E nëse e forcon imanin ai para kësaj, nuk bjen në atë vepër. Nuk bjen në atë vepër. Dhe padyshim se Islami në këtë drejtim shkon sipas rregullës logjike, preventiva është më e mirë se shërimi. Preventiva është më e mirë se shërimi. Sa e sa smundje, sa e sa defekte, sa e sa shkatrime në shoqëri, në familje vijnë për shkak zinas. Islami e preventon këtë. Dhe nuk e preventon vetëm zinon si akt, po i preventon rrugicat që të çojnë aty. Allah thot: "Wala takrabu zina", mos ju afro. Jo mos bën. Për dallim nga urdhnat, nga ndalesat tjera ku thot mos e bën këtë, mos e bën atë, mos bën zullum, te zinaja e ka veçu me një shprehje më precize. Me një shprehje më precize ajo është mos ju afro. Mos ju afro, se si ti afrohesh, është problem të shpëtosh. Për këtë shkak, edhe e ka urdhruar femrën që të mbulohet, që mos t'i shfaq, do me thënë, ato bukurit me cilët e ka veçuar Allah subhanahu wa taala. E ka urdhruar edhe mashkullin edhe femrën që mos të vetmohen, mos të rinë të vetmuar bashk, sepse kjo është sebeb që ata të bien zina. E ka urdhruar femrën që mos të bëjë udhtim gjatë pa mahrem, sepse është sebeb që të sprovohet. Edhe kjo nuk është vallaj në nënshmim për femrën, kjo është vlerë për femrën. Kjo është vlerësim i femrës, ngritje e femrës. Sepse diçka e rëndësishme ruhet, kujdesesh për të, sepse ka rëndësi. Sikur të ishte pa vlerë, atëherë nuk do të kujdeseshe për të. Dhe femra, si thon dietarët, është një thesar i çmuar, të cilin të gjithë e dëshirojnë. Andaj duhet ruhet. Dhe kjo padyshim se është për të mirën e vet asaj dhe të familjes së saj. Vepra e dytë që mund ta bëjmë për kontrollimin e epshit, dhe në këtë ka nxit shariati feja Allahut subhanahu wa taala fuqimisht, është martesa shariatike. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar të rit dhe ka thënë: "Ja ma'shara shabab", o ju grumbull i të rive, "men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj", kush prej jush ka mundësi, le të martohet. A ke mundësi, martohu. "Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm", e kush nuk ka mundësi, le të agjëroj, sepse kjo i ndihmon atij në kontrollimin e epshit. Dhe të mirat e martesës janë të shumta. Të mirat e martesës janë të shumta. Dhe në Islam këshillohen i riu dhe e reja që ta përshpejtojnë martesën, mos ta vonojnë. Allah subhanahu wa taala dëshirën për ta pas afër një pjesëtar gjinisë së kundërt, ja mbjell njeriu të herët. Më thonë, moshën e pubertetit vetëm se fillon kjo dëshirë dhe kjo nevojë. Andaj pas pjekurisë fizike, trupore, nëse edhe e ka pjekurim psiqike, do me thonë në aspektin mendor është në rregull dhe din të merr përgjegjësi, ai njeri duhet të çiftëzohet. Ajo vajzë duhet ta gjejë një burr dhe ai mashkull duhet ta gjejë një grua. Sepse përndryshe
do të devijojnë këtë aspekt. Dikush më pak e dikush më shumë. Ama mos gabojnë këtë aspekt, është e pamundur. Është e pamundur nëse e ka fiziologjinë ashtu siç ja ka krijuar Allahu, nëse është normal. Është e pamundur që mos gabojnë këtë drejtim. Dikush më pak, thamë dikush më shumë. Për këtë shkak duhet mbrohet nga kjo me martesë sheriatike. Vepra tjetër që mund ta bëj për ta kontrolluar epshin, dhe kjo vjen pas martesës, nëse s'ka mundësi të martohet, është es-siyam, agjerimi. Duhet që të agjeroj. E kemi për qëllim agjerimin nafile, se me farz obligohen të gjithë. Po agjerimi nafile brenda vitit, sepse agjerimi i adopson fuqinë e shejtanit tek ai. E afron tek Allahu subhanahu wa taala dhe ja largon shejtanin. Dhe kjo padyshim se i ndihmon që të mbrohet nga zinaja. E përmendëm më herët se pejgamberi alayhis salam në hadithin ku i nxit trit për të martuar, pas asaj e jep si zgjidhje agjerimin. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër për trit. Nuk ka asnjë metodë tjetër dhe asnjë zgjidhje tjetër pas martesës përveç se agjerimi. Sheriatikisht nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe nuk ka nevojë të him detaje në këtë aspekt. Të gjithë ju e kuptoni, ose martohu ose agjero, nuk ka zgjidhje tjetër mes kësaj dhe kësaj. Sheriatikisht. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala nxit për martesë fuqimisht në Kur'anin famlart. Dhe jo vetëm se nxit Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po plus tregon se në këtë ka sadaka, shpërblim për të. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa fi bid'i ahadukum sadaka." Dhe kur ndonjëri prej jush i afrohet gruas së vet për kontaktin tim, kjo është sadaka për të. Kjo është sadaka për të. Shokët e pejgamberit alayhis salam u habitën. Than: "Ja Rasulullah, po ne shfryjmë epshin këtu." Tha pejgamberi alayhis salam: "Sikur ta shfryenit në haram me ndonjë femër që s'është e lejuar për juve, a do të kishit mëkat, a do të kishit haram?" Po. Atëherë thot, Allah është i drejtë, në halal u jep shpërblim. Pra, Islami e ka ngrit çështjen e martesës. Jo vetëm si një nevojë, po e ka quajtur diçka të shenjtë. E ka quajtur ibadet. Ibadet. E mos flasim pastaj nga mirësitë prej pasardhësve. Mirësitë fetare dhe mirësitë e kësaj dunjaje. Prej gjërave që vazhdojnë të shkojnë njeriut pas vdekjes është wa waladun salih yad'u lahu, dhe një fëmijë i mirë, i udhëzuar, i devotshëm, i cili bën dua për të, i cili e lut Allahun subhanahu wa taala për të. Andaj nuk është i barabartë në ahiret ai që ka pas fëmijë të mirë devotshëm edhe ai që s'ka pas, për shembull. Andaj dhe nuk pëlqehet në Islam, nuk pëlqehet ajo që është tek krishterët, që mos martohesh. Të ata është e pëlqyer, të ne kjo është. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ata që smartohen për jush nuk janë më të mirët për juve. Nuk janë më të mirët për juve, ta keni kujdes. Do me thonë me fjalë tjera, janë njerëz të këqij. Pse mos me u martu? Pse mos me pas pasardhës? Pse mos me shtu numrin e muslimanëve? Pejgamberi alayhis salam ka nxit, ka thonë, martohuni, shumohuni. Ka thonë, merrni gra që janë të dashura dhe që lindin shumë, sepse do të krenohem me numrin tuaj të madh para Allahut në ditën e gjykimit. Më thonë, Islami familjen e ka ngrit lart. Andaj dietarët thonë, sheriati ka ardhur në pikat shkurtra për 5 qëllime të mëdha. 5 qëllime të mëdha. Ruajtja e 5 gjërave. Prej këtyre 5 gjërave e para është hifdhuddin, ruajtja e fesë. Njëra prej këtyre 5 gjërave është ruajtja e nderit. Ruajtja e nderit. Do me thonë, shumë dispozita sheriatike i kthehen kësaj. Kjo është një ndër shtyllat e dispozitave sheriatike. Me thonë, familja. Shumë dispozita ndërlidhen me familjen. Shumë dënime vinë për shkak të cenimit të familjes. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, me të vërtet,
gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të ndaluara për ju, që mos t'ja në përkëmni njëri tjetrit, ashtu si që është ndaluar kjo ditë, në këtë vend dhe në këtë kohë, në Haxhe ka thonë, këtë fjalë, në Haxhin Lam Tumirës, në Mekën e bekuar. Më thonë, e ka ngrit lartë Islami çështjen e familjes dhe të nderit. Andaj në shumë ajete kuranore, Allahu subhanahu wa taala thot, Allahu nuk e udhëzon popullin e prishur, popullin fasik, popullin që janë të shthurur. Nëse është jo besimtar, mirë po është i ndershëm, në këtë aspekt nuk ka deviju, ka shpresa të mëdha se ai do të udhëzohet. Dhe nëse është musliman i dobët, mirë po i pandershëm, ka frikë të madhe se ai do të dalë komplet prej feje. Sepse Allah subhanahu wa taala thot pejgamberi alayhis salam xhelozon për robrit e vet kur ata bëjnë zina. Allahu xhelozon. Allahu subhanahu wa taala xhelozon. Gjëja tjetër që duhet kemi kujdes në këtë aspekt është që të kemi kujdes nga disa mëkate të vogla që duken mirë po që dërgojnë deri te kjo. Disa njerëz çështjen e shikimit nuk e zonë për të madhe, shikon. Do me thonë, nuk kujdeset për uljen e shikimit. Disa të tjerë nuk e kanë problem se kontaktojnë me gra të huaja. Dhe tash në këtë kohë kjo është bërë shumë lehtë. Do me thonë me mjetet e komunikimit, interneti, telefonat, e kështu me radhë. Nuk e ka problem se kontakton. Kjo nuk është si zinaja, dihet. Nuk është si me i shkrujt diçka, ose si me shikuar, edhe njësoj si me hyp mbi të me bo zina, po. Mirë po, kjo të dërgon atje. Dhe zinaja nuk vjen ashtu hop top, po ka hapa që të dërgojnë deri atje. Andaj besimtari dhe këtë urdhron Allah subhanahu wa taala duhet që të ketë kujdes në këtë drejtim. Duhet që mos t'i asgjësoj apo mos t'i duken të thjeshta mëkatet e vogla. Mos t'i duken të thjeshta. Më thonë, aj se so problem, do të vetmohem unë me një femër, ama nuk bëj zina. Problem. Thot njëri prej dietarëve, me mështi me një dhomë të mbushur me ari, ju garantoj se nuk preki asgjë. Mirë po me mështi me një dhomë, me një femër të zezë, të shëmtuar, nuk ju garantoj se nuk preki asgjë. Se kjo është çështje e ndihshme. Andaj duhet që mos t'i afrohemi asaj. Pejgamberi alayhis salam mëkatet e vogla i ka shembulltuar me një shembull shumë interesant. Ka thonë këto i përngjasojnë drunave të hollë. Mirë po njoni e sjell një deg, njoni një deg, një deg, bëhet një grumbull i madh dhe ndizet zjarri. Kështu janë edhe mëkatet e vogla. Thonë dietarët edhe mali i madh është i formuar prej guralecave të vegjël. Me thonë, kur shtohen ato, bëhet e madhe. Andaj thonë dietarët, nuk ka mëkat të madh me pendim. Me thonë, nëse pendohesh, mëkati i madh shlyhet. Mirë po thonë, nuk ka mëkat të vogël me vazhdueshmëri. Nëse je i vazhdueshëm në një mëkat të vogël, kjo zmadhohet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj besimtari duhet që të ketë kujdes, që mos jetë i vazhdueshëm në këto gjëra, në shikimin haram, në dëgjimin haram, në bisedën haram, që mos jetë, mund gabojnë ndonjëherë, njerëz jemi, njerëz, apo gjithë jemi njerëz. Mirë po nuk duhet vazhdojnë këtë, sepse i mblidhen, pastaj janë nxin zemrën, siç thot pejgamberi alayhis salam. Dhe pastaj kërkon më shumë dhe i afrohet më shumë zinas derisa më në fund të bien në të Allahu na ruaj të gjithëve. Prej gjërave që duhet t'ja përkujtoj njeriu që t'i ndihmojnë këtë drejtim, pra që ta kontrollojë epshin e tij, është se duhet ta përkujtoj se gjymtyrët e tij do të dëshmojnë para Allahut subhanahu wa taala. Ditën e gjykimit Allahu do t'i thojë gojës mbyllu, mos folti. Goja do të mshelet. Do t'ju thojë duarve tregoni ju çka ka bëu ky njeri. Do t'ju thojë këmbëve tregoni ju o këmbë çka ka bërë ky njeri.
E përshkruan Allahu pastaj bisedën që do të ndodh mes njeriut dhe gjymtyrëve të tij. Do t'i thoj njeriu, çka u bë, pse dëshmuat kundër neve, pse dëshmove kundër meje, dorës, këmbës, krejt trupit, do t'i thoj pse dëshmove. Do të thonë kështu Allahu na urdhroi që ne të tregojmë. Andaj para Allahut subhanahu wa taala nuk fshihet asgjë. Dhe kjo që njeriu ta ndjejë mbikëqyrjen e Allahut, se Allahu e mbikëqyr në çdo moment, kjo i ndihmon shumë. Jo vetëm këtë, por në gjitha aspektet tjera, në gjitha gabimet tjera, në gjitha mëkatet tjera. Kjo i ndihmon shumë. Kur e din se Allahu non stop e mbikëqyr atë. Dhe kjo i kthehet pikës parë që e tham, përforcimi i besimit. Mirë po, veçohet me përmendje për shkak të vlerës që e ka. Që njeriu ta di se Allahu e mbikëqyr dhe pos kësaj, këtë trupin e vet që e ka, kjo është dëshmitar kundër tij. Dëshmitar kundër tij. Më herët, në kohën e komunizmit, sidomos tek vëllezërit tanë në Shqipëri, ka qenë problem. Kanë thonë edhe muri ka vesh. Edhe sa kanë qenë të kujdesshëm njerëzit. Pse mos shpionoj, o frigu që edhe shoku më i afërt mos shpionoj. Tek Allah subhanahu wa taala jo shoqëria, po edhe vet kur je trupi jot do të dëshmoj. Do të dëshmoj. Andaj besimtari non stop duhet ta ketë para syve të vet mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. E përshkruan Allahu subhanahu wa taala këtë në një ajet kuranor, thot: "Wa qalu li juludihim lima shahidtum alejna." Thot zullumqarët do t'i thonë lëkurës të vet: "Pse dëshmove kundër neve? Pse dëshmove kundër neve? Unë për ty jam duke u mundu këtu, duke debatu, do me thonë për trupin për juve, për trupin tim." Do të thonë: "Kalu antakan Allahu na urdhroi që të flasim, alladhi antaka kull shay", i cili çdo gjë e bën që të flas kur dëshiron ai. Nëse dëshiron Allahu edhe murit i thot fol dhe do të fol. Gjëja e gjashtë e cila na ndihmon pra e radhës që ta kontrollojmë me epshin tonë është që të kemi kujdes nga vetmimi me burimet e epshit. Mos u vetmo me burimin e epshit. Mos u vetmo me një femër të huaj, po mos u vetmo edhe me objektet të cilët të shfaqin femrat huaja. Qoftë gazet, qoftë internet, qoftë televizor, qoftë, mos u vetmo. Mos u vetmo. Largohu nga vetmimi. Do më thonë mos u vetmo, sepse për ndryshe shejtani do të ketë ndikim shumë më të madh tek ti. Andaj islamikisht nuk është e pëlqyer që dikush të jetojë i vetmuar. Nuk është e pëlqyer që dikush të flejë i vetmuar. Nuk është e pëlqyer që dikush të izolohet prej njerëzve të vetmohet, sepse në atë rast e ka më të lehtë që të mëkatojë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj mos u vetmo me shkaqjet e fitnes. Mos u vetmo me shkaqjet e fitnes. Ke kujdes dhe mos u vetmo, do të thonë, me shkaqjet e fitnes. Gjëja tjetër është duaja, lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala. O Zot, më mbroj, o Zot, më bën të ndershëm, o Zot, më ruaj nga ky haram. Nëse është i pamartuar, o Zot, më mundso që të martohem sa më shpejt me një grua të ndershme. O Zot, ruaj mua, familjen time, pasardhësit e mi nga pandershmëria. Lutja vëlla, lutja, duaja, kjo është arma më e fuqishme e besimtarit. Mirë po për fat keq në kohën tonë besimtarët më së paku e shfrytëzojnë këtë armë. Më së paku e shfrytëzojnë këtë armë edhe pse kanë armën më të fuqishme. Më herët dietarët e selefit apo gjeneratave të para të muslimanëve, sahabët, tabiinët, pasuesit e tyre, disa prej tyre kanë thonë, vallahi, une kur kam nevojë edhe për një kese me kryp apo një pjesë me kryp e lutja Allahun subhanahu wa taala. Edukat me Allahun.
edukat me Allahun, ta bësh shprehi. Edhe pse e din se do të shkojsh në shitore, do ta blesh, lutë Allahun, Allah më mundësoj që ta marr. Kjo është edukat dhe të bën që të jesh non stop në kontakt me Allahun subhanahu wa taala. Jo vetëm për kërkesa, po edhe për falje. Pejgamberi alayhis salam në një mezhlis kështu i ulur me njerëzit, ja kanë numëruar 100 herë duke bërë istighfar, astaghfirullah. Dhe istighfari është një lloj duaje ndaj Allahut. O Zot, më fal. Kërkon falje prej Allahut subhanahu wa taala. Duhet që njeriu ta mbjell në vetveten e tij këtë kulturë, pra, që të kontaktojë me Allahun, të drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Përderisa krijesat hidhrohen nëse ti kërkon prej tyre, Allahu hidhrohet nëse ti nuk kërkon prej atij subhanahu wa taala. Dhe gjëja e fundit që do ta përmendim ne, që të ndihmon ta kontrollosh epshin, është ta përkujtosh xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, ti përkujtosh begatit që i ka besimtari në xhenet. Të gjitha begatit. Dhe pastaj të kthehesh në vetvete dhe thuash, a ja vlen? Ndoshta unë kam shumë afër transferimin në botën tjetër. Ndoshta vdekjen e kam pas dere, ndoshta e nesër mja është dita kur unë do të vdes, do të shkoj tek Allahu subhanahu wa taala. A ja vlen ta rrezikoj të përjetëshmen për një kënaqësi të kufizuar të kësaj bote të përkohshme, shkurt? A ja vlen? Nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur i përshkruan besimtarët është i përshkruan si njerëz që mendojnë, që logjikojnë, që rezonojnë. Dhe munafikat dhe qafirat i nënshmon si njerëz që nuk logjikojnë, nuk ndalen me vetveten, ka dalë unë kom ardhur këtë botë, do të vdes. Ku do të shkoj? Pse kam ardhur? Çka është qëllimi? Një njeri që nuk ja jep këto përgjigje vetvetes është i mangët. Është shumë i mangët. Duhet që njeriu ta ketë të qartë, vdekja do t'i vijë padyshim, mirë po duhet që të përgatitet për atë që është pas asaj. Dhe që t'ja përkujtoj vetvetes, a ja vlen, unë ta humbi. Thonë dietarët, vallai sikur kjo dynja të ishte prej ari argjenti, margaritari, mirë po e përkohshme të kryhej, ndërsa ahireti ishte në gjendjen e kësaj dynjaje, me llotsh, me pluhur, me telashe, mirë po e përjetshme, nuk do t'ja vlente që ta lenim këtë ahiretin për këtë botë. E si ja vlen atëherë kur ahireti është prej ari, prej argjenti, prej margaritari, prej gjithat mirave. Ndërsa kjo botë është prej lloçi, prej balte. Si mundet që dikush ta shes atë me këtë? Nuk ja vlen vallahi. Andaj besimtari kur ja përkujton këtë gjë vetvetes, e kupton se nuk ja vlen. Sepse kënaqësia e mëkatit do të kalojë. Ajo që do të ngel është mëkati ndaj Allahut. Ajo që do të ngel është pasoja të këqija. Allahu thot, wa men ya'mal su'an yujza bihi. Kush bën mëkat do të dënohet për këtë. S'ka mëkat që s'ka dënim. Nuk ka mundësi. Mirë po dënimi është i lloj-llojshëm. Disa nuk e kuptojnë dënimin. Një njeri e ka pyetur një dietar, i ka thonë, po bëj mëkatam, nuk jam duke e pa se po dënohem në ndonjë formë. Sa e mendon se dënimi jo veç ta kape rufeja në kokë edhe ta djege. I thot dietari, a ndjen kënaqësi në ibadet? Kur falesh, a ndjen kënaqësi? Jo, i thot, po Allah është duke të dënuar, mirë po ti s'po e kupton. Kjo është e para, që mos ndjesh kënaqësi, mos të krehe zemra në ibadet. Pastaj vjen dënimi tjetër, i lën ibadetet. E lën namazin, e lën atë tjetër, a ka dënim më të madh se kjo? Do të thonë ti je non stop duke shku në rrugë të zjarit, xhehenemit. Andaj çdo kush që bën një mëkat do të dënohet. Edhe nëse pendohesh për atë mëkatin, e ke hangër një pjesë të dënimit. Si? Atë gjysore që e kalove në mëkat. Hinën minusa, po. U pendove u shlyja i minusi. Kushtimisht. U ktheve në zero. Ama qatë gjysore që e ke hupë në mëkat, nuk ke mundësi që ta kompenzosh. Kishe lexu Kur'an gjysore, nuk do t'ishe në zero, po do t'ishe në gradat larta. Do me thonë prapu dënove. Edhe pse kjo nuk ka dënim kështu, mirë po ti je në minus.
Prap, që ajo kohë që të ka hupë në mëkat, ma nuk kthehet. Që ajo kohë që të ka hupë në mëkat, ma nuk kthehet. Andaj, duhet që besimtari ti analizoj këtë gjëra. Për këtë shkak, Allahu në shumë ajete kuranore thot, kjo është për një popull që logjikon, kjo është për një popull që mendon, kjo është për një popull që mediton. Në nëzit që ne ti mendojmë këtë gjërat, ndalemi pak me vetveten, vetëm me vetveten, dhe të analizosh rreth këtyre gjërave, sepse kjo të ndihmon shumë, më ndihmon mua dhe gjithë muslimanëve që të mbrohemi nga rënja në robrin e epshit, nga rënja në robrin e epshit, sepse Allahu na ka krijuar që të jemi robër të tij. Dhe robria ndaj tij është liri. Nëse largohemi nga robria ndaj tij, do të bijem në robrin e shejtanit dhe të epshit. Si thot Ibn Kaimi rahimahullah, u larguan nga robria për të cilën u krijuan dhe ran pre e robrisë së epshit dhe shejtanit. Allahu na ruajt nga një gjendje e tillë. Allahu na mundsoft që të jetojmë me nder, faqebardh dhe të vdesim me nder. Allahu na bashkoft ashtu siç jemi bashkuar në këtë xhami, në këtë vend ku përmendet dhe lartësohet emri i tij, na bashkoft edhe në xhenetin Firdaus. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.